Gati? Mirëmëngjes të gjithëve. Siç jeni bërë me dje janë publikuar shifrat zyrtare të rritjes ekonomike për tremujorin e fundit të vitit 2025, i cili me shfaqjen e shifrave të tremujorit të fundit kemi dhe gjithë totalin e rritjes ekonomike për vitin dhe një pasqyrë të qartë të gjithë treguesit që kanë ndikuar në zhvillimet ekonomike më të fundit të vitit. Për tremujorin e fundit të vitit, rritja ekonomike ishte 3.8%, një rritje më e lartë krahasuar me mesataren e Bashkimit Evropian, e cila ishte 1.4% dhe më e lartë se sa gjithashtu mesatarja e vendeve të Ballkanit Perëndimor, që rezultoi 3%. Në detaj, në vendet e Ballkanit Perëndimor, shtetet fqinje u rritën me norma rritëse të krahasueshme me ne, Kosova u rrit me 3.9%, Maqedonia e Veriut me 3.8%, Malizi me 1.5% dhe Serbia me 2.2%. Ndërsa disa vende të Bashkimit Evropian që ne kemi marrë për referencë, gjithashtu vende të partnerë të Shqipërisë, partnerë tregtare kryesisht, Italia u rrit me 0.4%, Greqia me 2.3%, Gjermania me 0.2%, Franca me 0.9% dhe Kroacia me 2.5%. Sipas aktiviteteve ekonomike, ekonomia ka mbajtur në tremujorin e 4 trendin e të gjithë vitit, që do të thotë që kryesisht rritja ka ardhur nga shërbimet, megjithatë për një pamje më të detajuar, kontributin kryesor pozitiv në tremujorin e 4 ka pasur sektori ndërtimit, i cili ka pasur një kontribut në rritjen prej 3.8% prej 1.17 pikë, administrimi publik, arsimi dhe shëndetësia 1.02 pikë, aktivitetet e pasurisë paluajtshme 0.32 pikë dhe tregtia, transporti dhe akomodimi 0.22 pikë. Sipas sektorëve më të detajuar, sektorët të cilët kanë pasur performancë më pozitive kanë qenë ndërtimi, administrimi, arsimi dhe shëndetësia, aktivitetet financiare dhe të sigurimit, ndërsa tregtia ka pasur një performancë pozitive dhe gjithashtu aktivitetet e lidhura me artet, argëtimet dhe çplodhjet kanë pasur një performancë pozitive. Performancë negative në tremujorin e 4 të vitit ka pasur sektori i informacionit dhe komunikacionit, megjithatë do doja të theksoja se brenda këtij sektori aktivitetet e lidhura me shërbimet e teknologjisë së informacionit kanë pasur një rritje prej 1.43%. Rënja është ndikuar nga ecuria e aktiviteteve të telekomunikacionit dhe të marketingut të publiciteteve të cilat janë brenda këtij sektori. E rëndësishme për ne është që sektori i IT-s, pra i teknologjisë informacionit, që lidhet edhe me zhvillime dhe me vizionin që ne kemi për zhvillimin ekonomik të vendit, i cili duhet jetë i përqendruar dhe i fokusuar në inovacion, në tremujorin e fundit të vitit ka ardhur në rritje me 1.43%. Një tjetër sektor që në fakt prej disa tremujorësh ka rezultuar me rënje është sektori bujqësisë, pyjeve dhe peshkimit. Brenda këtij sektori rënja është ndikuar nga prodhimi bujqësor, ndërkohë që prodhimi, pra sektori pyjeve dhe i peshkimit kanë qenë me rritje pozitive. Brenda bujqësisë, më lejoni të sqaroj që është e rëndësishme të shpjegohet që këtu bëhet fjalë për prodhimin bujqësor dhe jo për prodhimin agroindustrial. Të gjitha shifrat që kemi në dispozicion për industrinë e prodhimit ushqimor janë në rritje, qoftë në prodhim, qoftë në tregti, pra në eksporta. Sa i takon metodës së shpenzimeve, pra sa i takon kërkesës, struktura e kërkesës mbetet e pandryshuar, e dominuar nga konsumi i familjeve, ndonse ndër vite konsumi i familjeve ka ardhur në reduktim, përsëri përbën peshën kryesore të kërkesës, 64.5% e totalit të kërkesës vjen nga konsumi i familjeve, 12.1% nga konsumi i qeverisë, ndërsa investimet përbën 22.8% të kërkesës së përgjithshme. Të gjithë treguesit e komponentëve të kërkesës në tremujorin e fundit të vitit 2025
kanë shfaqur rritje, kërkesa e brendshme në total është rritur me 3.79%, konsumi familjeve është rritur me 2.99%, që është parafruesi më i mirë që neve kemi për aktivitetin dhe kërkesën dhe parafrimin e të gjithë treguesve të ardhurave që familjet shqiptare kanë, për të cilat do të flas pak më vonë. Pra kemi pasur një rritje prej gati 3%. Konsumi qeverisë është rritur me 1.83%, investimet janë rritur me 6.73%, dhe eksportet neto janë rritur me 10.65%, ndërsa importet neto janë rritur me 6.56%. Të gjitha treguesit që u paraqitën më parë janë tregues të cilët tregojnë për zhvillimin ekonomik të 3 mujorit të fundit, ndërsa për të gjithë vitin 2025, rritja ekonomike rezultoi 3.8%, në linjë me parashikimet e partnerëve tanë ndërkombëtar dhe pak më ulët se parashikimet e qeverisë që kishte parashikuar një rritje ekonomike prej 3.9%. Ndërkohë që nuk mund të flitet vetëm për këtë rritje si një shifër statistikore. Të gjithë treguesit e tjerë tregojnë për një stabilitet të ekonomisë shqiptare dhe një fortësi të saj dhe rezistencë të saj ndaj goditjeve të brendshme dhe të jashtme. Stoku i borxhit, siç jeni bërë me dije, që është një tregues i stabilitetit të ekonomisë shqiptare, ka ardhur në reduktim dhe në fund të vitit 2025 rezultoi 53%. Investimet e huaja direkte, të cilat parafrojnë edhe interesin që kompanitë e huaja kanë në vendin tonë, në stok janë rritur me 10.3%, duke arritur vlerën 17 miliard euro, ndërsa fluksi i vitit 2025 në total ishte 1.64 miliard euro, ose një rritje prej 3.5% në krahasim me vitin e kaluar. Tek investimet dua të theksoj se në slajdin e mëparshëm paraqita vlerën totale të investimeve vendase në ekonominë shqiptare, e cila, siç tham, ishte rritur në krahasim me vitin e kaluar dhe pra si kërkesa e brendshme dhe si oreksi i kompanive shqiptare për investime është rritur gjatë vitit 2025, por edhe oreksi i kompanive të huaja për investime në vend ka pasur një rritje që do të thotë që këto investime do të vazhdojnë dhe investimet do të vazhdojnë të japin një kontribut pozitiv dhe gjatë vitit 2026. Rezerva valutore neto ka pasur një rritje me 16.7%, ose ne nëpërmjet rezervës tonë valutore mbulojmë rreth 7.3 muaj të tregtisë, i cili është një tregues i rëndësishëm për të theksuar dhe për të analizuar, sidomos në kontekstin ku ne sot ndodhemi, në kontekstin e fillimit të një krize të çmimeve. Fakti që ne kemi rezervë valutore që mund të përballojmë 7.3 muaj importesh, do të thotë që i kemi të gjitha kapacitetet për të përballuar me rezistencë të gjithë goditjet që mund të na vinë nga jashtë. Sa i takon tregtisë së jashtme, për vitin 2025, struktura e tregtisë është e përbërë prej 84.4% nga eksportet e shërbimeve, ndërsa eksportet e mallrave përbëjnë 15.6% të totalit të eksporteve në vend. Eksportet në total ishin 10 miliard euro, ose 10.5% më shumë se sa vitin e kaluar. Eksportet e mallrave brenda eksporteve totale rezultuan 1.56 miliard euro, ose 6.8% më pak se sa vitin e kaluar, ndërsa eksportet e shërbimeve, që si thash përbëjnë peshën më të madhe në eksporte, rezultuan 8.4 miliard euro, ose 14.4% më shumë se sa vitin e kaluar. Brenda eksporteve të shërbimeve, kontributin kryesor e japin eksportet e udhëtimeve, pra ato të lidhura me turizmin, të cilat për vitin 2025 rezultuan 5.7 miliard euro, ose 14.7% më shumë se sa vitin e kaluar. Sa i takon tregut punës, shifrat e fundit të publikuara nga Instat tregojnë për një stabilitet të tregut të punës, papunësia është 8.3%,
Punësimi është 68.9% në rritje në krahasim me tremujorin e fundit të vitit të kaluar. Pjesëmarrja në forcat e punës është 75.9% në rritje me krahasim me vitin e kaluar, ndërsa paga mesatare bruto është 86.984 lek ose 4.3 pikë më shumë krahasuar me vitin e kaluar. Sa i takon të ardhurave në përgjithësi, ajo që mund të themi, kemi paraqitur dhe në konferencën e fundit për shtyp për analizimin e shifrave kryesore ekonomike, pagat kanë mbështetur, le të themi, zhvillimet ekonomike, zhvillimin e konsumit dhe zhvillimin e kërkesës, pasi rritja e pagave ka qenë e një pasnjëshme për çdo vit dhe për çdo tremujor gjatë vitit të kaluar. Rritja e pensioneve ka rezultuar 8.4%. Remitancat që vjojnë të përbëjnë një pesh në të ardhurat e familjeve shqiptare janë rritur me 7.1%, duke arritur në nivelin 1.12 miliard euro, ndërsa të ardhurat e disponueshme i cili është një tregues që përbëhet nga të gjithë komponentët e të ardhurave të familjeve shqiptare, gjatë vitit 2025 janë rritur me 6.3% ose 71.600 lek. Sa i takon performancës së 2 muajve të fundit, bizneset e reja të regjistruara në janar dhe në shkurt, pra 2 muajt e parë të vitit 2026, janë 3.760 bizneset e reja të regjistruara në këtë periudhë, ose 14.6% më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit të kaluar. Në total, qarkullimi i kompanive në vend është 29.3 miliard ose 5% më shumë në krahasim me vitin e kaluar. Sa i takon sektorëve, sektori tregtisë në këto 2 muajt e parë të vitit, qarkullimi në sektorin e tregtisë është rritur me 3%, qarkullimi në sektorin e shërbimeve është rritur me 8%, në sektorin e prodhimit është rritur me 4%, në sektorin e ndërtimit është rritur me 8% dhe në sektorin e transportit është rritur me 2%. Pra, shëndeti i bizneseve shqiptare, i shpërndarë në gjithë sektorët kryesorë me kontributin kryesor në ekonominë vendase, ka vijuar të përmirësohet dhe qoftë qarkullimi, qoftë të dhënat mbi paraprake që kemi mbi punësimin apo mbi pagat, tregojnë për një vijim të trendit pozitiv. Megjithatë, unë dua të ndalem tek tregtia jashtme, pasi është një nga elementët të cilët ne e mbajmë në monitorim, te tregtia jashtme e mallrave dhe tek eksportet e mallrave në përgjithësi. Eksportet e mallrave gjatë vitit të kaluar kanë pasur një performancë e cila ka ardhur në vlerë në reduktim. Në total, eksportet e mallrave për periudhën janar-shkurt kanë qenë 57.7 miliard lek, në rënje me 0.7%, importet e mallrave kanë qenë 125.9 miliard lek në rënje me 1.5%, ndërkohë që edhe deficiti tregtar ka ardhur në reduktim me 2.1%. Në fund dua të ndalem tek zhvillimet më të fundit, që në fakt për të cilat ende nuk ka statistika zyrtare. Ne gjatë ditëve të fundit, gjatë javëve të fundit, kryesisht gjatë gjithë muajit mars, kemi qenë në komunikim të vazhdueshëm me publikun, me qëllim diskutimin, analizimin dhe informimin për efektet që lufta në linjën e mesme ka sjell në vend, por edhe në të gjitha tregjet ndërkombëtare. Ne kemi qenë të kujdesshëm në monitorimin ditor të çmimeve të karburanteve dhe kemi parë që nga fundi muajit shkurt, një situatë e cila ishte stabil, ku çmimi mesatar i naftës ishte 173 lek, kemi pasur luhatje gjatë muajit mars të çmimit, ku mesatarisht çmimi në muajin mars deri më sot ka qenë 200 lek dhe në maksimum ai ka rritur në vlerën 215 lek. Duke parë maksimumin,
ne kemi pasur një rritje të çmimeve të naftës në vend prej 24%. Ndërkohë që sa i takon bursës dhe sa i takon çmimeve të bursës, çmimi i bursës që nga muaji shkurt deri më sot është rritur me 99.7%. Pra, nga këto shifra është evidente që pasqyrimi i rritjeve të çmimeve të bursës, ndonse ka ndikuar në çmimin ditor të karburanteve në vend, nuk ka një pasqyrim direkt pra me të njëjtën vlerë, me të njëjtën përmas dhe në çmimet vendase. Ndërkohë që dje ne mblodhëm bordin e transparencës së bashku me Ministrin e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe antarët të tjerë të bordit, drejtorit tatimeve, drejtorit doganave, përfaqësues nga Ministria e Financave dhe përfaqësues nga tregtarët kryesor, nga 5 tregtarët kryesor të shumicës dhe të pakicës, me qëllim diskutimin për çmimet dhe vendosjen në bazë të legjislacionit në fuqi të çmimeve maksimale të tregtimit. Mekanizmi që përdoret është një formulë e cila është e bazuar në aktin normativ të ndërmarrë në vitin 2022, kur kishim një situatë të ngjashme, e cila bazohet në çmimet e ditore të bursës të një dite më parë dhe bëhet një llogaritje mbi të gjitha kostot e tregtimit të karburantit, duke i shtuar një marzh 3 lek për shumicën dhe 12 lek për pakicën. Marzhet në fakt që kur u kalkuluan në formulin që u kalkuluan në vitin 2022, janë marzhe minimale, nuk janë marzhe fitimi, por janë marzhe të përballimit të shpenzimeve kryesore që kompanit kanë. Ne me ngritjen e bordit të transparencës do të vijojmë të jemi në monitorim të vazhdueshëm të çmimeve. Qëllimi ynë kryesor është që në një situatë kur çmimet po rriten në mënyrë të vazhdueshme, ne të jemi transparent mbi çmimin dhe të mos lejojmë asnjë abuzim apo spekulum mbi çmimin për konsumatorët. Të njëjtin mbikëqyrje dhe të njëjtën vëmendje jemi duke e bërë dhe për çmimet e shportës së ushqimeve, të cilat kanë pasur disa luhatje gjatë ditëve të fundit dhe për këtë arsye ne jo vetëm kemi nisur monitorimin ditor të tyre në bashkëpunim me Institutin e Statistikave, por dhe do të nisim një mbikëqyrje më të thelluar të tyre nëpërmjet Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, i cili një nga funksionet kryesore që ka është mbrojtja e konsumatorit. Qëllimi ynë, siç thash, është që të kujdesemi që efektet e luftës të kenë sa më pak ndikim në konsumatorët shqiptarë dhe mbi të gjitha të kujdesemi që tregu është duke funksionuar normalisht dhe jo duke abuzuar nga situata të rritjeve të çmimeve. Monitorimi do të jetë i vazhdueshëm, pasi siç thash, kujdesi jon kryesor është që të mos ketë abuzime, por nga ana tjetër që të ardhurat e familjeve shqiptare të mos reduktohen, sidomos ato familje të cilat nuk mund të përballojnë një rritje të çmimeve dhe këtu e kam fjalën kryesisht për pensionistët dhe për shtresat në nevojë. Kjo është një eksperiencë që ne kemi pasur dhe më parë në përballimin e krizës së vitit 2022, por edhe të krizës pandemisë dhe dua t'ju garantoj se qoftë situata e shëndetit ekonomik që sapo paraqita që është stabil, por qoftë situata të ardhurave të familjeve shqiptare apo të bizneseve shqiptare është në vëmendjen tonë të përditshme dhe nisur nga të gjitha zhvillimet që kanë ndodhur deri tani apo që do të ndodhin në të ardhmen, ne do të marrim masat e duhura. Faleminderit. Përshëndetje zonja ministre, Nada Shkodrani, Radio Televizioni Shqiptar. Ju paraqitët pothuajse të gjitha shifrat pozitive sa i takon rritjes ekonomike në vend. Folët edhe për vendimarrjen e bordit të transparencës. Unë doja të dija çfarë mekanizmash do të përdor ministria apo edhe qeveria shqiptare për të mundësuar që këto çmimet e rritura të zbresin në nivelin përpara kësaj krize, sepse ndodh në përgjithësi
që çmimet rriten dhe mbeten ato kuotë që janë rritur, dhe si do të mbroni kategoritë më të prekura, sikurse janë pensionistët apo familjet e tjera në nevojë. Faleminderit. Po, ti mbledhim të gjitha, më mirë veç e veç. Atëherë, sa i takon rikthimit të çmimeve në nivelet e parakrizës, siç e thash, ne kemi ngritur bordin e transparencës, në të cilin ne përcaktojmë çmimet ditore apo disa ditore në varësi të luhatjeve të bursës të karburanteve. Bordi i transparencës nuk ka një afat të përfundimit të aktivitetit, që do të thotë që ne do ta mbajmë bordin të ngritur derisa çmimet të stabilizohen në nivelet e parakrizës. Kjo është një garanci që ndryshe nga që ndodh në përgjithësi në momente kur rriten çmimet, kur çmimet rriten dhe pastaj qëndrojnë aty dhe nuk ulen më, edhe mbasi efektet që kanë ndikuar në rritjen e çmimeve janë zhdukur, ne do të kujdesemi që çmimet e karburanteve të rikthehen në nivelet e parakrizës. Sigurisht, nëse bursat do të rikthehen në nivelet e parakrizës, sepse neve nuk jemi një vend prodhues i karburanteve, por jemi një vend importues i karburanteve. Dhe kjo është arsyeja pse jemi të ndikuar, pra çmimet janë të ndikuara nga konjunkturat ndërkombëtare të çmimeve. Për sa i përket ndërhyrjeve në suportin e shtresave në nevojë, unë dua të ritheksoj, kam thënë dhe më parë që karburantet në shportin e konsumit kanë një peshë prej 2% dhe bëhet fjalë për peshën e një familjeje mesatare shqiptare dhe jo për peshën që këto produkte kanë në familjet të shtresave në nevojë apo mbi të gjitha në pensionet. Ndaj, ne kemi gjykuar edhe gjatë krizës së kaluar që në fakt për pensionistët apo edhe për shtresat në nevojë, çmimi më i ndjeshëm është energjia elektrike, pasi ai përdorin energjinë elektrike për ngrohje, për ftoje, dhe sigurisht ushqimet dhe shporta baze ushqimeve. Ndaj, nëse do të ketë ndërhyrje dhe nevojë për ndërhyrje, ne, siç kemi bërë dhe më parë në krizën e kaluar, ne nuk ndryshuam çmimin e energjisë elektrike, duke mbajtur të gjithë koston e zhvillimeve të bursës dhe gjithashtu ndërhym në disa paketa mbështetëse për kategoritë në nevojë. Ne jemi duke monitoruar, siç thash, në bazë ditore çmimet e ushqimeve, çmimet e bursave të energjisë, çmimet e bursave të drithrave. Fatmirësisht nuk ka pasur ende një ndikim domethënës në këto tregje, por sigurisht që do vjojmë të ndjekim dhe do t'ju mbajmë të informuar mbi çdo vendim që do të marrim. Por dua të garantoj që është në prioritetin kryesor të Ministrisë Ekonomisë, të Ministrisë Financave, të Ministrisë Energjisë Infrastrukturës dhe të gjithë qeverisë shqiptare. Përshëndetje, Rudina Muça nga Top Channel. Ju thatë që ne kemi ngritur bordin e transparencës për të monitoruar çmimet me qëllim për të penguar abuzimin. Por nga ana tjetër, shtetet fshqinje kanë hartuar dhe masa lehtësues për gjithë qytetarët, jo vetëm për ata në nevojë, si për shembull Greqia, Italia. Ne, a do të kemi një sjellje të tillë ndaj qytetarëve shqiptarë dhe diçka tjetër? Në vitin 2022, gjatë luftës së Ukrainës, është monitoruar dhe çmimi i plerave kimike, pasi përfshin 40% të kostove të prodhimit, që do të thotë rëndoj në fund tek prodhimi final. A do monitorohen dhe ata? Pasi çmimet në terren janë ngritur mjaftueshëm, edhe pse shifrat e doganave tregojnë se këto produkte janë blerë më lirë se vitin 2025. Shumë faleminderit për pyetjen. Sa i takon ndërhyrjeve të tjera që neve mund të bëjmë, neve kemi anoncuar dhe më parë, ne do të bëjmë, jemi duke hartuar një akt i cili do të ndërhyjë në reduktimin e aksizës në nivelin 20% dhe ky mekanizëm do të miratohet në Këshillin e Ministrave dhe do të bëhet publike në momentin e duhur. Ndërkohë që për sa i përket plerave kimike, po, një pjesë e inputeve bujqësore, konkretisht plerat kimike që vinë si derivate e nën produkteve të karburanteve, janë një komponent shumë i rëndësishëm i kostove të prodhimit të produkteve bujqësore dhe ne jemi duke i monitoruar në mënyrë të vazhdueshme. Ne
edhe gjatë luftës Ukrainës, kur inputet bujqësore, kosto e inputeve bujqësore u rrit ndjeshëm, nuk ndërhym në koston e produkteve bujqësore, pasi në përgjithësi ekonomia shqiptare është një ekonomi e cila bazohet në importe dhe prodhimi apo konsumi, çmimet ndikohen nga çmimet e importeve. Komponenti kryesor gjatë periudhave inflacioniste, pra kur çmimet rriten nëpër botë, është inflacioni i importuar dhe jo inflacioni vendas. Megjithatë, çmimet nuk ndikohen, pra siç u përmend edhe më parë nga juve, çmimet nuk ndikohen në mënyrë të drejtë për drejtë. Që dua të them që importet rrisin çmimet dhe prodhimi vendas, pavarësisht se nuk ka një rritje të kostove, po supozojmë që nuk ka një rritje të kostove, përsëri çmimet do të rriten, sepse çmimet nuk mund t'i përcaktojmë ne, çmimet përcaktohen nga oferta dhe nga kërkesa, dhe ajo që dua të them me gjithë këtë është që nëse çmimet e importeve do të rriten, edhe çmimet e produkteve vendase do të rriten dhe ne nuk mund t'i ndalojmë ato. Megjithatë, sigurisht që jemi në monitorim dhe nuk akoma situata për sa i përket inputeve bujqësore nuk shfaqet për të pasur nevojë për ndërhyrje. Bekim Bici, Ora News. Zonja Ministre, u ngrit tashmë bordi i transparencës që solli me njëherë një ulje të çmimit të naftës në vlerën 11 deri në 14 lekë në varësi të bizneseve. Ky ndikim tregon që ka patur një lloj abuzimi, thonjza, nga ana e kompanive të hidrokarbureve, pikërisht me këto shifra, pra 11-14 lekë të paktën referuar ditëve të fundit. Kush do i dëmshpërblej qytetarët për këtë abuzim dhe a ka një kosto ministria juaj se sa u ka kushtuar xhepave të shqiptarëve ky lloj abuzimi nga ana e kompanive të hidrokarbureve dhe së fundmi, përse u shty kaq shumë ngritja e bordit të transparencës dhe mbledhja e tij? Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen, se më jep një mundësi të sqaroj publikun për spekullimet mbi abuzimin. Arsyeja pse ne nuk e kemi ngritur më parë bordin e transparencës është sepse ne kemi bërë një monitorim ditor të çmimeve të bursës, të kostove të tregtimit, pra të kostove të taksave, pra të kostove të zhdoganimit, le të themi, të çmimit që karburanti del nga dogana dhe të çmimit të tabelave. Këtë kemi filluar që me shfaqjet e para, sinjalet e para të rritjeve të çmimeve. Dhe vetëm dje është materializuar një mos reflektim i çmimit të mbylljes së bursës me çmimin që ishte në tabel. Pra, nuk ka pasur asnjë abuzim deri në ditën e djeshme dhe edhe dita e djeshme nuk mund të konsiderohet si abuzim, pasi ne jemi kujdesur që ta monitorojmë në bazë ditore dhe nuk kemi ndërhyrë më parë me bordin, kemi komunikuar që në momentin e parë që ne do të shohim që nuk ka një reflektim direkt të çmimit të bursës tek çmimi i tabelës, ne do të ndërhyjmë me bordin dhe është kjo që ndodhi. Pra në bazë ditore kemi kalkuluar sa janë çmimet, sa do të ishin çmimet me bord dhe kanë qenë të balancuara deri ditën e djeshme. Dhe arsyeja për ngritjen, për uljen e ditës së djeshme dhe për mos reflektimin nga ana e tregtarëve të çmimit që neve përcaktuam në bord në mënyrë vullnetare, siç kishim bërë gjitha javët përpara, është sepse pardje pati një rënje të bursës dhe dje pati një rritje përsëri të saj. Pra, bursa është duke u luhatur me baza ditore. Megjithatë, ne gjykuam që ta fillojmë mekanizmin duke qenë se nuk pati një reflektim të ditës brenda ditës. Kjo do të thotë, ajo që dua të them është që ne kemi një ekip në Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit, në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë, në Ministrinë e Financave, që për ditë monitoron jo vetëm çmimet e bursës, po jo vetëm në fund të ditës, por edhe gjatë ditës, dhe gjithashtu monitoron çmimet e tabelës jo vetëm në fillim të ditës, por edhe gjatë ditës, me qëllim që të jemi të vëmendshëm për të kuptuar nëse ka luhatje dhe ka nevojë për ndërhyrje. Hera e parë që nga fillimi i krizës i një mos reflektimi të menjëhershëm të çmimit të bursës u materializua dje dhe kjo është arsyeja pse ne dje e mblodhëm bordin menjëherë.
Përshëndetje, Dorina Azo nga revista Monitor. Sipas të dhënave, rezulton që gati gjysma e rritjes ekonomike ishte e mbështetur nga sektorët si pagat e administratës, taksat, real estate, sektori i ndërtimit që ishin me rritje, akomodimi, tregtia, ndërkohë sektorët real të ekonomisë, industria dhe bujqësia ishin me rënje. Zonja Ministre, sipas jush, pse ka ndodhur kjo, cila është arsyeja dhe sa gjithëpërfshirëse dhe e qëndrueshme është kjo rritje? Dhe së dyti, duke u ndalur në cilësinë e kryetares së bordit të transparencës për hidrokarburet, ju tha se do fokusoheni dhe në kontrollin e çmimeve për produktet e shportës ushqimore. Konkretisht në treg aktualisht ka një rritje të vajit ushqimor me rreth 8% për shkak të efekteve të luftës, rritjes së karburanteve dhe transportit. Konkretisht në cilat produkte do fokusohen? Do ndodhë siç ndodhi në krizën e 2022-shit në Ukrainë, ku ju fokusuat në kontrollin e çmimeve për orizin, sheqerin, vajin, mund të kemi konkretisht cilat produkte, të dhëna konkrete. Faleminderit. Shumë faleminderit për pyetjen. Dua të bëj një saktësim. Në fakt, po, është e vërtet që industria dhe bujqësia janë dy sektorë të cilët nuk kanë pasur, pra kanë pasur një dalësim gjatë vitit të kaluar dhe konkretisht gjatë tremujorit 4 të vitit kaluar, po këto nuk janë sektorët me peshën kryesore në ekonomi reale. Shërbimet është sektori me peshën kryesore në ekonominë reale. Sa i takon prodhimit, janë sektorë që lidhen me prodhimin e mallrave, por jo me prodhimin total të ekonomisë shqiptare. Megjithatë, sigurisht që duhet parë dhe duke analizuar dhe kjo është ajo që ne bëjmë në bazë ditore. Sa i takon industrisë, industria ka pasur një reduktim, por reduktimi ka ardhur kryesisht nga bizneset të mëdha të lidhura me industrinë nxjerrëse, që lidhen me faktorë të cilët janë jashtë kontrollit të politikës ekonomike të tonë. Nuk është korrekte që të përmend emrat e bizneseve, por nuk është as e vështirë për tu imagjinuar. Sa i takon, për shembull, prodhimit të energjisë elektrike, ne kemi pasur një rritje të prodhimit të energjisë elektrike që në fakt është në fokus të politikave tona dhe në fokus të programit të qeverisë shqiptare për rritjen e peshës së energjisë elektrike në industrinë totale, duke qenë se ne synojmë që të bëhemi një vend eksportues neto dhe ne synojmë edhe bazuar në të gjithë konjunkturat e viteve të fundit dhe të ndikimit të çmimit të karburanteve në kostot e prodhimit apo në ekonomitë, synimi ynë është që të përqendrohemi te energjia, te prodhimi i energjisë elektrike, ke prodhimi i gjelbër i energjisë elektrike dhe tek autonomia e shtetit shqiptar në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që gjithmonë e më i ulët të jetë efekti i goditjeve nga jashtë dhe mbi të gjitha i goditjeve të karburanteve në ekonominë vendase. Dhe vërteta është që në fakt, nëse i referohemi krizës së mëparshme, Shqipëria pati një ndikim më të ulët se sa vendet e tjera të rajonit apo të botës, pikërisht për shkak të strategjisë që neve kemi për rritjen e autonomisë në prodhimin e energjisë elektrike, në rritjen e kapaciteteve në prodhimin e energjisë elektrike, me qëllim që, siç thash, të kemi një ndikim sa më të ulët. Sa i takon ushqimeve, unë e thash, ne po i monitorojmë një shport me 80 ushqime, po i monitorojmë me bazë ditore dhe e vërteta është që kanë filluar të reflektohen në disa prej produkteve të shportës çmime të rritura. Pikërisht për këtë arsye, siç thash, ne do të aktivizojmë një ekip, disa grupe monitorimi nga Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut për të verifikuar këto çmime, realitetin e këtyre çmimeve, pasi sigurisht që ne kemi përzgjedhur në bashkëpunim me Instatin këtë listë produktesh, por edhe një numër të limituar të tregtarëve. Tani do dalim në terren për të monitoruar
çmimet dhe për të monitoruar reflektimin e furnizimeve me realitetin e çmimeve. Patjetër që nëse do të marrim vendime në të ardhmen, do të marrim vendime të cilat lidhen me shportën bazë të konsumit, me rritjen e përgjithshme të çmimeve të konsumit. Ne në vitin 2022 ngritëm një bord për ushqimet. Është e vështirë që tek ushqimet ne të bëjmë të njëjtin mekanizëm që aplikojmë te karburantët, sepse format dhe mënyrat e importit të ushqimeve janë të ndryshme. Pra nëse karburanti, të gjithë tregtarët operojnë me një çmim të bursës dhe zhdoganojnë me një çmim të bursës që ka një standard të caktuar dhe është e lehtë për ne të përcaktojmë një çmim dhe të kalkulojmë të gjitha kostot, produktet e shportës kanë një shumëllojshmëri të mënyrave të importimit apo të tregtimit. Për shembull, nëse marrim mielin mund ta importojmë me kuti 1 kilogramshme, mund ta importojmë me thas apo me depozita, mund të importojmë grur dhe ta prodhojmë, dhe është shumë e vështirë që të përcaktosh një çmim për mielin apo një çmim për bukës, pasi komponentët e kostos janë shumë më të ndërlikuara. Megjithatë, siç thash, ne jemi në monitorim dhe ajo që duhet të garantojmë është që të mos ketë spekulime me rritje të çmimeve të cilat nuk reflektojnë çmimet e zhdoganimit, me rritje të çmimeve të cilat janë abuzive për shkak të pritshmërive që në të ardhmen do të rriten. Kjo është ajo që ne duhet të garantojmë dhe këtë do të bëjmë në vijim. Pastaj, siç thash, urojmë shumë që ndikimi në inflacion të mos jetë shumë i lartë dhe megjithatë do të marrim masa për të mbrojtur shtresat në nevojë. Arlinda Gjona nga Agjencia Telegrafike Shqiptare. Zonja Ministre, shoqata e eksportuesve mbledh sot asamblenë e saj dhe kanë paralajmëruar një sër kërkesash. A jeni ju në ndjenjë të kërkesave të tyre dhe a keni sot një përgjigje për ta? Pa diskutim që jemi në ndjeni, unë në fakt në kompetencat e mia si ministre në disa pozicionet e qeverisë shqiptare, kam pasur një marrëdhënie të vazhdueshme me sektorin e industrisë fason, pasi janë ata që apo industrisë të tekstileve, janë ata që pra kanë paraqitur një sër kërkesash prej disa vitesh tashmë, që prej, le të themi, fillimit të forcimit të lekut përkundrejt euros. Sigurisht që viti kaluar ka qenë një vit ku euro dhe leku dhe euro, kursi këmbimit kanë qenë i stabilizuar, pra nuk ka qenë një vit në të cilin kemi pasur luhatje të mëdha të kursit të këmbimit. 2 vitet më para kanë qenë shumë të ndikuara dhe bizneset kanë qenë shumë të ndikuara nga reduktimi i menjëhershëm i çmimeve, pra nga reduktimi i menjëhershëm i euros, pasi mbi të gjitha kontratat të cilat tashmë ishin të lidhura, ishin të negociuara me një kurs këmbimi tjetër dhe patjetër që pati një ndikim jo të vogël të kësaj industrie. Që në kryet herës ne jemi ulur me përfaqësues të industrisë dhe qoftë qeveria, qoftë banka e qendrore, është ulur në tryezë për të dëgjuar shqetësimet dhe për të parë se çfarë mbështetje mund t'i japim këtij sektori. Dhe në fakt, ndër vite kemi ndërmarrë iniciativa të garancive sovrane me qëllim mbështetjen e investimeve të tyre, pasi ne besojmë fort që vetëm nëpërmjet modernizimit, vetëm nëpërmjet investimeve në automatizim, në inovacion, ato do të mund të tejkalojnë sfidat e tyre dhe vetëm nëpërmjet nxitjes së prodhimit me cikël të mbyllur shqiptar, do të mund që të tejkalojnë të gjitha sfidat që lidhen jo vetëm me kursin e këmbimit, por edhe me shtrëngtimin e kostove të punës, të dy element të paevitueshëm nga ana jonë, pasi synimi ynë është që të ardhurat e shqiptarëve të rriten dhe rritja e pagave është një indikator i mirë në tërësi për vendin. Ajo që ne bëm
dhe që kemi bërë në fakt edhe në kaluarën është që me qëllim përgatitjen dhe suportin e bizneseve, jo vetëm të sektorit fason, por edhe të sektorëve të tjerë, për përballimin e rritjes së kostos së pagës minimale, ne kemi kaluar një VKM, një vendim të Këshillit Ministrave, i cili paraqet mekanizmin me anë të të cilit neve do subvencionojmë të gjitha kostot shtesë që vinë nga rritja e pagës minimale për sa i përket pagesës së kontributave të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Kërkesat që ka bërë sektori janë një numër, në mos gaboj janë 8. Ne e kemi bërë të qartë që në krye të herës ne nuk ndërhym në mekanizma të kursit të këmbimit, neve qeveria nuk mund të marrë një kosto të forcimit të lekut, pasi ne operojmë në një kurs të lirë të këmbimit dhe nuk mundet që të marrë një risk, qeveria të marrë një risk i cili i përket sektorit privat, i cili ka raste, jo në rastin e viteve të fundit të industrisë tekstile, por ka raste që nga kursi i këmbimit fiton dhe ka raste që nga kursi i këmbimit humb. Pra është një risk i cili lidhet me biznesin. Ajo që kemi diskutuar që në krye të herës është që ka mekanizma të cilat vinë në bashkëpunim me sektorin bankar, në të cilin tregtarët mund të fiksojnë kursin e këmbimit dhe mund të përdorin sektorin bankar me qëllim të reduktimit të risku të kursit të këmbimit. Nga ana tjetër, sektori kërkon mbështetje nëpërmjet granteve të qeverisë, nëpërmjet granteve të dhëna nga AIDA. Në fakt, grantet e dhëna nga AIDA kanë një vlerë të limituar, unë nuk mendoj që ajo vlerë në total, fondi në dispozicion është rreth 1 milion euro, dhe ajo vlerë shkon për të suportuar kompani mikro, nuk shkon për të suportuar dhe edhe sikur të ishte i gjithë ajo vlerë në drejtim të sektorit fason, nuk do të ishte mjaftueshëm. Ajo që ne kemi diskutuar është që ne mendojmë se sektori fason duhet të bashkë me ne të bëjë një analizë në të cilën të bëhet një vlerësim konkret i nevojës që ka sektori dhe i numrit të ndërmarrjeve që kanë nevojë për automatizim, që kanë nevojë për investime, të dalim me një analizë të dalim dhe me një shifër të nevojës dhe të ndërtojmë një mekanizëm ku qeveria të suportoj investimet në automatizim, në modernizim dhe në prodhim me cikël të mbyllur. Jemi shumë të gatshëm që ta mbështesim sektorin në këtë drejtim dhe të ulemi të hartojmë një paketë të posaçme e cila duhet synojë automatizimin, reduktimin e kostos, rritjen e eficiencës dhe mbi të gjitha ciklin e mbyllur i cili ka një potencial shumë të lartë ende në vend. Zona Ministra, Isa Myzyra nga Report Televizion, duke u bashkangjitur pyetjeve të 2 kolegeve më herët për sa i përket çmimeve të shportës ushqimore, ju thatë ndër të tjera apo ju citoj se nëse do të ketë nevojë për ndërhyrje, ne do të ndërhyjmë. Nga një monitorim që kemi bërë një ditë më parë, më lejo të them 3 shifra. Domatet, për shembull, para një muaji kanë qenë 200 lek, sot janë 340 deri në 350 lek. Pra me 100 lek më shumë. Specat para një muaji kanë qenë 280 lek, sot janë 380 deri në 400 lek, me 100 lek më shumë, dhe mielli, vaj dhe sheqeri deri në 50% rritje. A nuk mendoni se është sot koha për të ndërhyrë? Unë nuk thash neve do të ndërhyjmë në çmime. Madje edhe shpjegova pse neve nuk bëjmë dot të njëjtin mekanizëm, nuk aplikojmë dot të njëjtin mekanizëm që aplikuam tek karburantët, sepse është e pamundur që ne të ndërhyjmë në çmime. Ajo që unë thash është që ne jemi duke i monitoruar me bazë ditore dhe do dalim për të verifikuar që këto çmime nuk janë abuzive apo spekulative. Dhe ajo që gjithashtu thash është që në rast se do të kemi një ndikim të vazhdueshëm në çmimet e konsumit, atëherë ne do të suportojmë shtresat të cilat nuk mund ta përballojnë rritjen e kostos së çmimeve as për një periudhë të përkohshme, sepse sigurisht që luftrat dhe ndikimet fillojnë
fillojnë dhe mbarojnë siç kemi parë dhe në të kaluarën, dhe përqendrimi ynë kryesor do të jetë tek pensionistët që realisht nuk kanë kapacitet për të përballuar një rritje të çmimeve, qoftë edhe të përkohshme siç thash. Asnjëherë nuk kam thënë që ne do të ndryhojmë në çmime, sepse ne e kemi të pamundur qoftë nga ekonomia që kemi ngritur, pra neve operojmë në një ekonomi të tregut, ku çmimet përcaktohen nga kërkesa dhe nga oferta. Ndryshe është tregu i karburanteve, që ka një tjetër funksion dhe ka një tjetër kompozim, dhe ndryshe është tregu i ushqimeve. Përshëndetje, Sabina Nika nga MCN Televizion. Zonja Ministre, duke marrë parasysh edhe vendimin e ditës së dielëme të bordit për sa i përket çmimit të karburanteve, a mund të themi që çmimet deri ditën e dieshme pra mund të themi që janë spekulative, duke marrë shkas edhe nga vendimi i bordit që bëri një ulje të ndjeshme, dhe nëse po, a do të merren masa për operatorët të cilat nëse mund të themi që abuzuan me çmimet në këtë pikë krize. Dhe duke marrë sërish shkas nga vendimi i ditës së dielshme, a qëndron vlerësimi i kryeministrit që pika të shitjes së karburanteve bën një rritje të çmimit të moderuar. Faleminderit. Shumë faleminderit. Dhe një herë kjo pyetje është e përsëritur pasi dhe një kolegi juaj e bëri. Dhe një herë. Ne që prej fillimit të rritjes së çmimeve të bursës, pra që prej fillimit të luftës, që prej bllokimit të kanalit Hormuzit, kur çmimet filluan të luhaten, kemi monitoruar me bazë ditore reflektimin e çmimeve të bursës në çmimet e tabelës. Dhe me përgjegjësi të plot, ju them që nuk ka pasur abuzime apo spekulime me çmimet e karburanteve. Gjatë gjithë kësaj periudhe, pasi në llogaritjet tona, çmimi i naftës ka reflektuar çmimin e bursës plus taksat, tarifat, gjithë koston e taksave dhe ato marzhe të cilat unë i paraqita që do të ishin në fuqi nëse ne do të merrnim një vendim me bordin e transparencës. Dita e parë në të cilën nuk u pasqyrua menjëherë çmimi i bursës në çmimet e tabelës ishte në ditën e dieshme, dhe kjo është arsyeja pse ne e ngritëm bordin në ditën e dieshme, duke përcaktuar çmimet tavan. Dhe megjithatë, dua të theksoj që ndonse në çmimin e mbylljes së bursës pardje kishim një reduktim të çmimit dhe ne edhe në bazë të ligjit, po edhe në bazë të formulës së tregtimit që kanë tregtarët, përcaktuam çmimin e dieshëm që kishte një ulje të konsiderueshme në krahasim me çmimet e tabelës, po dje çmimi në bursë u rrit dhe në fund të ditës u mbyll duke reflektuar atë çmim që kishte pasur një ditë më parë. Pra, janë luhatje ditore, të cilat neve i monitorojmë në mënyrë jo ditore, po disa herë në ditë, qoftë në bursë, qoftë në tabela, në mënyrë që të garantojmë që nuk ka pas spekulime dhe nuk ka pasur spekulime, pra jo deklarata e kryeministrit vijon të qëndrojë. Duke qenë se shpytja e fundit po ta bëj pyetje politike, duke qenë se jeni edhe përfaqësuese e qeverisë, a mendoni që korrupsioni në Shqipëri është perceptim dhe e mendësi e qytetarëve të Shqipërisë? Faleminderit. Atëherë, matjet e korrupsionit që janë në qarkullim janë matjet të bazuara në perceptime. Kjo është ajo që mendoj unë, sepse metodologjitë e matjes janë duke pyetur individët apo bizneset apo pra matja është lidhet me perceptimin, ndërsa niveli i korrupsionit është një tregues i cili është shumë vështirë për të matur. Ajo që mund të them unë me siguri është që niveli i korrupsionit në Shqipëri ka rënë. Dhe kjo nuk është një perceptim, por ka rënë pasi ne besojmë fort në inovacionin, në investimet në sisteme dhe në uljen e ndërveprimit të qytetarëve apo bizneseve me institucionet publike. Nëse e lidhim nivelin e korrupsionit me nivelin e komunikimit apo e ndërveprimit të enteve private
individëve, bizneseve me institucionet publike, pa diskutim që ky ndërveprim ka rënë në mënyrë të jashtëzakonshme për shkak të sistemeve. Për sa i përket tash matja pa diskutim që varet nga perceptimet dhe sa më shumë të flitet për një rritje korrupsioni, aq më shumë perceptimi për rritjen e korrupsionit do të rritet. Njësoj si për çdo perceptim tjetër, për shembull, përmirësimi i klimës biznesit, është një perceptim, pasi matet nga pyetjet që i bëhen bizneseve dhe mund të krahasohet, perceptimet mund të krahasohen vetëm me një periudhë afat shkurtër më përpara dhe jo me një periudhë afat gjatë përpara. Faleminderit.